Në kuadër të 81 vjetorit të çlirimit të vendit u zhvilluan këtë të shtun homazhe pranë barezave të dëshmorëve në mat. Në nderim të rënëve në luftën për liri, morën pjesë në homazhe drejtues të pushtetit vendor në Mat e Klos, deputet, drejtues të institucioneve qendrore në nivel vendor, pasardhës të dëshmorëve, qytetarë të Burrelit e të tjerë. Ndërkohë kryetari i organizatës së veteranëve të Lançet Mat Sefer Duka solli në memorien e të pranishmeve sakrificën e të rënëve në luftën për liri 81 vite më parë. Si sot 81 vjet më parë, më 29 nëntor 1944, në mëngjesin e asaj dite të madhe e të bardhë, u shënua fitoria e madhe e lirisë për popullin shqiptar, i cili për 5 vjet luftoi me heroizëm të lartë kundër okupatorëve të nazifashist italo-gjerman, duke i mundur ato e fituar mbi ta. Ndaj jemi sot këtu në këtë ceremoni përkujtimore, të respektojmë sakrificën e madhe, gjakun e derdhët dhe dhënien e jetëve të bijave të popullit shqiptar në epopenë e madhe të lavdishme të luftës antifashiste nacional shqiptare, midis të cilëve 56 dëshmorë i përkasin popullit të Matit. Zgjedhja e rrugës së duhur në përbërje të aleatëve të mëdhenj, siç ishte koalicioni antifashist botëror, bëri të mundur që edhe Shqipëria të shërbejë si faktor dhe si aktor në fitoren e madhe botërore mbi këto dy armiq, mbi Italinë fashiste dhe Gjermaninë naziste, që kishin ndërmarrë pushtimin e vendeve dhe të popujve në tërë botën. Pa këtë luftë të përbashkët dhe pa këtë fitore të madhe, Shqipëria nuk do të ekzistonte. Përkundrazi, do të pësonte fatin e vitit 1913 me coptimin e grabitjen e mëse të trefishit të sipërfaqes së saj. Gjaku i derdhur dhe jetët që u flijuan në luftën antifashiste nacionalshqiptare nga bijtë dhe bijat e popullit tonë, na bëjnë neve sot t'i nderojmë e t'i ulemi e përulemi në gjunjë përpara tyre si një obligim, si një mision i ynë i së ardhmes, që për interesat adheute të lirisë popullit duhen bërë sakrifica deri dhe në dhënje jete, sepse kush lufton e bie pra dhe, ai nuk vdes, por ka le. Ky pjedistal, këtu koprehen eshtrat e dëshmorëve të lirisë, edhe pse e shohim me dhimbje të thellë, ndjehemi krenar, sepse i bën nder popullit ton në të gjithë brezat, sot e në të ardhmen, sepse, siç thuhet, dhe është e vërteta, më e shtrenjtë se jeta është liria. Lavdi dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shqiptare dhe dëshmorëve të tjerë të atdheut. Më pas u bë vendosja e kurorave me lule pranë monumentit memorial të rënëve në luftë. Për ty hathe ma të bukrën këngë, me fuqinë e kësaj zemre do të këndoj, për këto male, për këto fushat e jana, për këtë vëndu, sot i lumtur jetoj. Ngrihesh madhështor, si një kështjelle pa poshtur ti qëndron. Në mes tallësh shkon graniti bigat, super kulet na gjostuje tufan.
nostri e tu far. Pas u bë vizitë homazhe dhe pranë busit të dëshmorit të Addheut të Shahin Toçi, një figurë që sfidoi autoritetet italiane të kohës për të mos u betuar në flamur tjetër veç atij shqiptar.